Nata e 17 spektaklit më të ndjekur Ferma VIP 3 solli një tjetër mbrëmje të mbushur me emocione të forta, tensione, surpriza dhe zhvillime që pritet të ndikojnë ndjeshëm në rrjedhën e lojës drejt finales së madhe. Prajmi nisi me energji pozitive ku fermerët finalizuan sfidën e imitimeve, një provë që solli të qeshura pafund si në ferm ashtu edhe në studio. Mes performancave dhe batutave, ishte Visja i që arriti të fitonte sfidën duke rrëmbyer vlerësimin maksimal. Por atmosfera festive nuk zgjati shumë, pasi fokusi i mbrëmjes kaloi menjëherë tek televotimi kokë më kokë mes Henrit dhe Blerinës. Pas ditësh të mbushura me strategji, debate dhe tensione të forta në ferm, rezultati i televotimit vullosi fatin e Henrit. Me shumicë votash të publikut, ai ndërpreu rrugëtimin në Ferma VIP 3. Henry. Pak para largimit, spektakli rezervoi një nga momentet më emocionale të mbrëmjes. Henry u surprizua nga nëna dhe dy vëllezrit, ndërsa përmes një video mesazhi erdhi edhe mbështetja e babait të tij. Fermeri rrëfeu plagën që divorci i prindërve i ka lënë në jetë, duke treguar se një nga dëshirat më të mëdha mbetet rikthimi, qoftë edhe për një darkë të vetme i gjithë familjes së bashku. Unë jetoj me shpresë dhe besoj se një ditë do e gjej një zgjidhje, sidoqoftë ajo. Ndërkohë tensionet mes Blerinës dhe Bujakës vijuan të dominonin debatet e kësaj mbrëmje. Përplasjet mes tyre kanë kaluar në tone të ashpra me akuza dhe ofendime të ndërsjella. Po ti flet mua fake? Unë fake? Ti ma fake se krejt këtu, po, se ti qashtu je. Po duket që nuk e një sy të qartë për një analizë. Një tjetër histori që mori vëmendje gjatë mbrëmjes ishte dinamika mes Intrit, Vanesës dhe Klevisës. Pas largimit të Vanesës dhe hyrjes së Klevisës në ferm, marrëdhëniet mes fermerëve duket se kanë ndryshuar ndjeshëm. Intri, i cili kishte krijuar një afrimitet të dukshëm me Vanesën, surprizoi të gjithë kur kërkoi të shkruante një letër për të. Në mungesë të Vanesës dhe për transparencë të publikut, moderatorja Arbana Osmani së bashku me Indrin vendosën që letra të lexohet të hënën në pranitë të Vanesës. Mund ta presë edhe të hënën, po. Mund ta presësh të hënën. Po, absolutisht. Në fund të mbrëmjes erdhi edhe një tjetër vendim i rëndësishëm për lojën. Të gjithë fermerët, përveç Sonit që mban rolin e kryefermeres, pas sfidës së vendosur nga Gai, e cila nuk pati asnjë fitues, çoi automatikisht në nominim deri të hënën 12 fermerët. Tashmë publiku do të ketë sërish në dorë fatin e tyre, duke shpëtuar të preferuarin, ndërsa më pak të votuarit do të përballen në një tjetër sfidë vendimtare në garë.